Po e përbac, ju votën për lypni. Po, të naj ma bon, kur nuk pa veni me nej pasyt. Baci Azem, e di që mund është me kohë e në ushëm. Po dha në atje, po kem kohë gja shumë punë. Edhe tjetra, ju është dasht me jetu me neve. E ju me shku në sheher. Me na pa edhe neve, shka pa ekëm këtu. E ju më anë katon, veç me marrë votën. Hajde shkojmë se i kem do kushëre, i kem do shoke. Baci Azem, qka të fëllsh ti, ki drejt. Po edhe neve do është me na kuptu, se duhet më mënu mjonimu krejtve ka pak, se vota tani po i marrëm në për tanë Kosovën. E re jeti me më kalëzu mu për këto sane. Baci Azem, kësi hove duhet me na qitë votën, se kem nevoj ma shumë se kur. E mu kur më dasht, ma shumë se kur me më një mu. E djali tam, me janë gjitë dorën, kur pat nevoj, ku keti? A mon men, kur pa ta onë sheher, të tjera shpijës tone, e të pa ta prit, deri sa e këthy, e të pa ta lut, me në gjitë dorën, e heq, e pa ta harru, se vjen dita apet, më ardhë me lypë votat. Ka njëherë, na u doket që dikush nuk pëdër me na animu, po nuk i shohëm do sene tjera që ka bojnë ata për neve. Pse bre bac? Qka ka bo të rimi e ti për familjen tam? Ju as përkaton kur që nuk i një bo. Vend se me pas djalin ngat, tash në Pleshni, aje mu rrugën e Gyrbetit, për një jetë matë mirë, që ju e latë udhve. Baci Azem, na ba halal o burë, se për një me, nuk pasum lon vend me orë me lypë votët ti. Me të mira.